Fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorat e lirisë, aty ku ata prekin. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në hak. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Çadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëpunëtarëve të tyre. Ata që dje u hoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuzat të montuara në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Ata, ushtria shtirimtare e Kosovës dhe të gjithë të tjerë që morën armët për të kërkuar lirinë pra vëmën e tyre, lirinë për familjet e tyre, për tokën e tyre, gjuhën e tyre, të drejtat e tyre, janë siç kanë qenë e do të jetë gjithmonë, kurdo e në çdo kohë. Historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër, liria meriton respekt, liria meriton drejtësi, liria meriton mirënjohje. Republika e Shqipërisë është në UÇK, me komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, me qytetarët e Kosovës, me dhimbjen dhe zemrimin e tyre. Shqipëria ka qëndruar krah Kosovës, Shqipëria qëndron sot krah Kosovës dhe do të qëndrojë jetë e motë me Kosovë. Në këtë përvjetor, ne kujtojmë se Kosova nuk ishte e vetme në luftën e saj për liri. Mirënjohja jone e përjetshme shkon për familjen e kombeve perëndimore, që u bën jo vetëm aleat, por edhe ndërgjegje morale. Mirënjohja ka konsoliduar institucionet demokratike, ka zhvilluar procese zgjedhore të qeta dhe gjithëpërfshirëse dhe ka dëshmuar pjekuritë demokratike. Vullneti i qytetarëve i shprehur qartë në zgjedhjet e fundit, tashmë ka marrë formë institucionale me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Sfida e tanishme është që ky mandat i besuar nga qytetarët të përkthehet në qeverisje të përgjithshme, vendimarrje të fuqishme dhe përballimin me guxim dhe me mençuri të sfidave të dialogut dhe të integrimit evropian.